Vendosur përgjatë kufirit malor të Kosovës me Shqipërinë dhe Malin e Zi, Jonika është një komunë e vogël që shikon pyetje mëdha për rreth dhe bukurinë e tyre natyrore si asetet kryesore të komunës. Administrata synon zhvillimin e turizmit lokal, diçka që mund të sjellë mundësi, por edhe kërcënime për mjedis unik. Dy organizata u bën bashkë për të zhvilluar iniciativën e ecjeve të egëtha në bjeshkën e Jonikut me qëllim të ruajtjes së mjedisit duke lejuar promovimin e turizmit të qëndrueshëm. Aktivitetet e projektit përfshin shënimin dhe orientimin e shtigjeve dhe gjurmëve, përfshin shënimin e gjurmëve deri në pikën më të lartë të Kosovës, Gjeravica. Bashkë me shtigje, kutit qerdhe të mallësive të ndryshme janë krijuar për zogjë. Kjo iniciativë përfshinte vendosin e kutive të mbeturinave dhe shenjave për mbajtjen e pastërtisë dhe për të nxitur vizitorët e zonës që të parandalojnë hedhjen e mbeturinave. Ky aspekt është vital për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit, duke hapur zonën për më shumë vizitorë që të kënaqen me mundësitë rekreative që do të thotë më shumë ndikim njerëzor, pra edhe më shumë komunikacion dhe mbeturina. Ndryshimi vjen përmes iniciativave nga poshtë lart. Për më tepër, një prej mënyrave më bindëse për arritjen e ndryshimeve të qëndrueshme në sjellje drejt mjedisit është angazhimi i rinisë. Në Pej, organizata rinore Pro Green me një ekip të re dhe entuziaste mori iniciativën për të ngritur vetdijen e të rinjve rreth ruajtjes dhe shfrytëzimit të arsyeshëm të pyjeve. Për të realizuar këtë, ekipi u fokusua për ngritjen e vetdijes për ruajtjen dhe zhvillim të qëndrueshëm në pyjet e bjeshkëve të nemra, për të cilat ata zbuluan një numër të ligjëratave dhe punëtorive praktike, një manual për studentë, vizitë arsimore dhe një dokumentar. Temat e ligjëratave kanë përfshirë biodiversitetin e bjeshkëve të nemra, llojet e rrezikuara lokale, rëndësia e ujit dhe ngrohtjes globale si dhe ndikimi i tyre. Ligjëratat në mjedis të hapur nga profesor universitar janë kombinuar me ekskursione në malet e Rrugovës. Në këtë mënyrë rinia ka parë dhe përjetuar atë që janë mësuar. Në të njëjtën kohë janë organizuar takime të ndryshme me komunitetin e bjeshkëve të nemura për të promovuar rëndësinë e ruajtjes së natyrës me fshatare. Përmes kësaj, kuptimi dhe përkrahja vitale për komunitetin lokal mund të rritet shumë. Një program shkollor rreth mbrojtjes mjedisore dhe natyrës për shkolla fillore ishte realizuar. Kjo ka rezultuar me një udhëzues, të cilat shkollat do ta përdorin tutje pas përfundimit të projektit për të siguruar qëndrueshmërinë e iniciativës. Pikpamja e zhvillimit të qëndrueshëm që ekskluzivisht synon mbrojtjen mjedisore do të ishte një definicion shumë i ngushtë.
Zhvillimi i qëndrueshëm i një rajoni me një histori të tillë specifike siç është zona malore e Rrugovës, duhet të merr me seriozitet këto aspekte kulturore. Ruajtja dhe avancimi i karakteristikave kulturore të rajonit i ndihmon njerëzit që të përcaktojnë se kush janë ata dhe nga vijnë ata, një ndjenjë krenare e vetvlefshmërisë që lidh ata me tokën dhe natyrën që vlen të mbrohet. Një aspekti i historisë së pasur folklorike në Rrugovë është muzika popullore dhe vallëzimi specifik, siç ajo e promovuar dhe performuar nga AFA Rrugova. Kjo performancë ka më shumë se vetëm muzikën dhe vallëzimin. AFA Rrugova hulumton edhe me teknika që paraprin performanca, mbledh dhe zhvillon njohuri rreth artit të rrotullimit, qepjes së veshjeve nga leshi specifik që veshen nga vallëzuesit dhe qëndisja. Modelet dhe teknikat dhe përqendrohet në ruajtjen dhe avancimin e shkatësive të përfshira në instrumente tradicionale të aplikuara nga muzikantët. Anëtarët e AFA Rrugova hulumtojnë rajonin për t'i gjetur ata pak persona të mbetur që kanë shkatësitë e vjetra të domosdoshme për të krijuar kostumet dhe instrumentet. Për ata është e domosdoshme të mbushet zbrastia e krijuar nga lufta, pasi që gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar, kostumet dhe materialet të tjera ishin shkatruar. Vështrimi i maleve dhe bukurisë të tyre mbretërense në projektin e tyre 5 majet e Rrugovës, Marimangat e PS kanë punuar për t'ju qasur atyre shtigjeve malore në Rrugovë përmes shtigjeve GPS dhe hartave digjitale. Pastaj këto janë shpërndar të printuara dhe përmes internetit, ku ecësit mund t'i qasin një përshkrimi të shtigjeve përmes pajisjeve mobile. Përmes publikimit të artikujve rreth bukurisë e bjeshve të nemuna, ata gjithashtu kanë promovuar rajonin e Rrugovës, si dhe përmes shpërndarjes së broshura rreth aktiviteteve malore ose përmes hoteleve në Pelj, si dhe ofrimin e udhëzimeve dhe hartave për ngjitje në 5 majet e Rrugovës tek pikat informative. Mundësimi i shtigjeve dhe ecjeve të shënuara në mënyrë të sigurt do të rrisë shumë qasjen në natyrë, pra duke i mundësuar publikut të gjerë që të kënaqet në bukuritë e saj. Një përshkrim i qartë i shtigjeve siç është bërë ai nga projekti 5 majet e Rrugovës do të shërbej për të fokusuar aktivitetet e ecjes në këto shtigje, duke mundësuar që shumë zona të tjera të ngjeshme mos të preken. Zona pyjore Judova afër Deqanit ka vuajtur nga keq menaxhimi i pyjeve dhe nga prerjet ilegale që kanë nxitur erozion dhe dëmtime tjera. Po ashtu është goditur nga ndotja e atyre të cilët e kanë vizituar atë, njerëzit duke lënë prapa mbeturina. Kthimi një pjesë të këtij pylli në gjendje fillestare dhe bindja të tjerëve që të kujdesen më mirë për malet e Judovës ishte qëllim i Alpeve shqiptare, në iniciativën e tyre malet e Judovës si dikur. Pas një trajnimi të shkurt rreth asaj se si duhet të mbillen fidanet, grupe vullnetare lokale janë sjellë në shpate dhe kanë punuar për mbjelljen e 10.000 fidaneve.
Kjo iniciativë ka punuar në ripëllëzimin e 5 hektarëve të sipërfaqeve pyjore, pastrimin e kësaj zone nga mbeturina dronore dhe mbeturinat e hedhura nga njeriu. Megjithatë, natyra është e paparashikueshme dhe në verë të vonshme zjarret u shpërndan nëpër tërë rajonin duke djegur edhe malet e Judovës. Kjo organizatë e pronarëve të pyjeve private ishte këmbgulse dhe në vjeshtë e vonshme rimbolli prapë 10.000 fidane tjera në pjesën tjetër të maleve të paprekur nga zjarret. Duke ju falendëruar bashkëpunimit të mirë me komunën e Deçanit, 2 shkollat e mesme në Deçan dhe pronarët privat të pyjeve, përpjekjet e Alpeve shqiptare janë njohur dhe respektuar në të gjithë Deçan. Gjatë viteve në vijim do të mbahen praktikume të biologjisë së lartë në pyllin Judova, ku rinia do të përjetojë natyrën siç kishte qenë në kohrat e gjyshve të tyre. Në këtë konferencë është barabartë që kemi 3 prezentime, 2 prezentime të bërë nga 2 shoqatat dhe 1 prezentim të kemi nga Për shumicën e organizatave mjedisore dhe për mbrojtjen e natyrës tingëllon çuditshëm që një organizatë lokale e gjuetarëve të lejoj për rregullim strikt të gjuetisë dhe me tutje dhe të ndaloj gjuetin për të ndihmuar që bota e egër të rigjenerohet dhe të sigurojë jetesë të shëndetshme për trerët, dhitë e malit, gjelin malor, për arriun e murë. Edhe pse kjo është saktësisht ajo që Asociacioni i Gjuetarëve të Rrugovës ka arritur, një ndalse të përkohshme të gjuetisë për komunën e Pejës. Udhëhecit e fshërtarëve u pajtuan të rrisin vigjilencën dhe të raportojnë të gjithë gjuetinë e paligjshme në linjen telefonike të Asociacionit të Gjuetarëve të Rrugovës. Me fillimin e sezonit të gjuetisë në 8 tetor deri në mes të muajit mars, arritën njoftimet e para. Asociacioni regjistron të gjitha njoftimet me qëllim të posedimit të informatave bazë rreth gjuetisë jo ligjore në Rrugovë. Deri me tani kjo është bërë përmes informatave anekdotike dhe vetëm supozimeve. Tani duke ju falendëruar Asociacionit të Gjuetarëve të Rrugovës, fshatarët kanë rol në mbrojtje dhe ndjen që njohuritë dhe informatat të merren më seriozisht. Në prill të vitit 2013, një konferencë ndërkufitare e gjuetarëve, pylltarëve, komunave dhe OJQ-ve u mbajt në Pejë me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm të Rrugovës në lidhje me menaxhimin e gjuetisë dhe pyjeve. Veprimi final i iniciativës është vendosja e kurtheve me kamerë vende strategjike të zgjedhura më mirë për të monitoruar lëvizjet e botës së egër dhe për të pasur një shikim tentativ rreth mbijetesës së llojeve të ndryshme. Pyjet e bjeshve të nemuna janë kryesisht në pronësi private, familje të cilëve tradicionalisht kanë qenë pronarë të tokave malore. Të shtyrë nga varëfëria dhe të tërhequr nga profiti ekonomik, pronarët e pyjeve bëjnë prerjen e pyjeve dhe shesin drunjet, që pastaj më së shumti përdoret për djegrin gjatë dimrave të ftoftë. Prerjet sipas metodës së vjetër janë pothuajse normale, posaçërisht ekosistemet e vjetra pyjore nuk mund të përballojnë këto prerje të shkallës së lartë dhe dheu fillon të gryhen. Kështu që edhe kafshët humbin humbanimin e tyre dhe korridoret për pjesën tjetër të zonës së pyllëzuar. Duke ju falendëruar punës së partnerit e ERAS, CNV, nocioni i pylltarisë së qëndrueshëm është duke u marrë me pronarët më progresiv të pyjeve private. Kështu që në vitet e fundit, pronarët e tokave të shoqatës së pronarëve të pyjeve private, bjeshket e Rrugovës, i kanë caktuar vetes synimin e fuqizimit të pronave të pyjeve private në rajonin e Rrugovës.
Avokimi dhe bashkëpunimi me institucionet përkatëse qendrore dhe komunale për përkrahjen e pronave afatgjate të pyjeve private ishte përfshirë në këtë iniciativë. Si të arrihen gjeneratat e reja për të promovuar një stil të jetës më të qëndrueshëm në bjeshkët e nemra? Përgjigjja është e qartë: shfrytëzimi i mediave moderne. Antarët e rinj Anibar organizuan Rogova in Motion. Ata janë fokusuar në të rinjt dhe fëmijë shkollor në rajonin e bjeshkëve të nemra përmes njoftimeve në Facebook dhe duke i ftuar ata në një punëtori rreth filmit të animuar. Ishte të inkurajohet pjesëmarrja e tyre në zhvillimin e një vizioni se çka dëshirojnë ata për bjeshkët e nemura. Si e shohin ata zhvillimin e qëndrueshëm në jetën e tyre dhe transformimin e atij vizioni në një formë konkret, shumë të dukshëm në film të animuar. Kjo nuk është diçka që mund të bëhet në një pasdite me shi. Puna e zellshme e një ekipe gjatë punëtorisë 5 ditore, në të cilën shumë të rinj fituan shkallësi rreth teknikave të ndryshme të filmit dhe zhvilluan ide dhe mendime për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit dhe stilet të qëndrueshme të jetës për t'i zbatuar ato në shtëpitë e tyre. Ata përgatitën dokumentar të ndryshëm, të cilët u shfaqën në shkollat e PES dhe në festivalin Anibar. Shikimi i dokumentarëve është përcjell me diskutime grupore rreth stileve të qëndrueshme jetësore dhe si të promovohen ato. Unë e familjes, ku djali i familjes Bushtrakaj, Egzoni 12 vjeçar, pa njoftimin për programin e granteve në pranverë të vitit 2012. Ai në mënyrë entuziaste arriti të përfshijë të dy prindrit e vet për të ndihmuar në zhvillimin e një propozimi për promovimin e vetdijes dhe mbrojtjen e florës dhe faunës në rajonin e bjeshkëve të nemrave. Koncepti i thellë i planit të tyre u hartua nga djali dhe fëmijët në tavolinë të kuzhinës. Duke kombinuar dashurinë për natyrë dhe artezanate, u përgatitën skulptura të vogla kafshësh në argjile dhe materiale të tjera me të cilat janë hapur ekspozita në korridoret e shkollës fillore në Drelaj, Rugova. Angazhimi i fëmijëve përmes lojës në përfaqësimin e biodiversitetit në rajon ka përfitim të dyfishtë. Një fotografi e mirë flet më shumë se 1000 fjalë. Është diçka që organizata Lost Trace ka marrë parasysh kur ka vendosur për të përgatitur një katalog për Rugovën. Kultura, natyra dhe bota e eve.
Përmes një numri të madh të fotografive dhe videove, jashtëzakonisht të bukura të cilat kanë kapur esencën e biodiversitetit në një ekspozim të gjallë të nevojës për mbrojtjen e saj.